Sa po e bleva këtë bish, 18 vjeçari për plas keq të moshuarin, largohet dhe shkon të haj pica. Një 18 vjeçar në Britani është dënuar me 3 vite burg pasi përplasi me makinë një këmbësor 84 vjeçar e la të plagosur rënd dhe u largua nga vendi i aksidentit pa i dhëndim. Sonny Horsfall u shpall fajtor nga gjykata e Kurorës në Durham për shkak të lëndimeve të rënda përmes drejtimit të rrezikshëm të automjetit, drejtim pa leje, mungesë siguracioni dhe largim nga vendi i aksidentit. Gjithashtu gjykata i ka ndaluar drejtimin e automjeteve për 4 vite. Aksidenti ndodhi mbrëmjen e 22 prillit. Sipas hetimeve, Horsfall humbi kontrollin e një automjeti Audi A4 të sapobler, doli në trotuar dhe përplasi 84 vjeçarin i cili po kthehej në shtëpi. Pamjet e kamerave të sigurisë treguan momentin kur automjeti doli nga rruga dhe goditi të moshuarin, ndërsa 18 vjeçari u largua menjëherë nga vendi i ngjarjes. Hetimet zbuluan edhe materiale të regjistruara në telefonin e tij ku shfaqej duke drejtuar me shpejtësi të lartë, duke kryer manovra të rrezikshme dhe duke kaluar semafor me dritë të kuqe. Në një prej videove ai dëgjohet duke thënë sapo e bleva këtë bish, ndërsa në një tjetër shprehej një djalë me drita të kuqe. Pas aksidentit i ri u kthye në shtëpi, porositi pica dhe u dërgoi mesazhe zanore miqve përmes WhatsAppit. Në një prej tyre i tha, nuk e di çfarë godita, po ha pica, ndërsa më pas pranoi se mendonte se mund të kishte plagosur rënd ose vrar dikë. Prokuroria bëri të ditur se në momentin e aksidentit ai nuk kishte patent drejtimi, ishte i skualifikuar për të drejtuar automjete dhe makina nuk ishte siguruar. Si pasojë e përplasjes, 84 vjeçari psoi fraktura të shumta në legen, shpinë dhe këmbën e djathtë. Ai kaloi disa ditë në kujdes intensiv dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale vion të jetë në vështirësi të mëdha në lëvizje dhe të ketë dhimbje të vazhdueshme.